Franca ishte ajo që bashkë me Arabinë Saudite bën presion mbi Trumpit, që ai është sot në këtë pikë, që ishte deklarata e famshme e New Yorkut me 146 vende që nënshkruan. Dhe tani Franco Arab, çfarë parashikon? Parashikon fazën politike. Në këtë fazë politike mos të përjashtohet autoriteti palestinez. S'mund bësh sot paqe në lindjen e mesme pa patur një organ palestinez. Këtë organ palestinez Izraelit dhe Amerikan dhe Trump e skartësuan Mahmoud Abbasin edhe në New York, ku ai nuk u lejua të shkonte mbati fjalim, i kujtohet, u skartësua edhe në Sharm el Sheikh, vetëm dje par dje Trump dha më në fund atë lejen e tij që Mahmoud Abbas të marrë pjesë në Sharm el Sheikh sot, por mësojmë që Netanyahu nuk ka shkuar sot, se ka një arsye feste hebrej fetare në Izrael. Pra, faza e dytë, çarmatimi, Hamas do insistojë që armat të dorëzojë një autoriteti palestinez dhe jo të huaj. Pra kjo duhet parë. Pra si do bëhet çarmatimi në mënyrë shumë konkrete. Kujtohet në Shqipëri pasi ndodhi hapja e depove të armëve në 97-ën, ku ishte kriza e piramidave, u vu 10 milion dollarë në asaj kohe nga OKB-ja dhe patë një program se si do dorëzosh armët. Pa dhe kjo fazë sot duhet në Sharm el Sheikh të negociohet si do bëhet dorëzimi i armëve, se po që mbazhen armët qarkullim se ke shfaqje. Pastaj, po gjithmonë fazën e dytë, është ajo që mungoi sot në fjalimin e Trumpit. Dy gjëra. E para, Jordania, u folët për Gaza, u folët për në Gazë, domosdoshmë do bëhet Riviera e Gazës, me anë të Tony Blairit, që është saktuar si emisaret e tjera, nga ekonomike, që edhe Jared Kushner aty i pranishëm, shumë bukur, nga ekonomike. Por qytetëria ishte fare absente e munguar në atë fjalim. Qytetëria sot është komplet një kolonizim të çfarënuar i Izraelit, në ndalë këtë kolonizim, dhe së fundi pastaj mbrapa, si është këtë çështja e dy shteteve. Sot nuk u fol. Trump nuk e njeh shtetin e Palestinës, në kohë që vende arabe dhe shtete europiane e njohin. Pra, këto do diskutohen sot në Sharm el Sheikh. Një mision që në fillon mbar, vjen në duhet e pata vetë apo jo, po 3 diplomat të Katarit që do merrnin pjesë në Sharm el Sheikh, vdiqën në mënyrë rastësore në një aksident rrugor. Pra, është një fazë shumë e vështirë, faza e dytë, faza pra e politikës. Mbaroi faza e parë, mbaroi faza e luftës. Tani hapet rruga politikës dhe duhet të thënë që amerikanët shpesh e kanë vështirë. Amerikanët dinë të mbarojnë një luftë, po e kanë më vështirë pas e mbrapa në të një paqe. Nëse marrim shumë